Qumësht të lope, bajame, tërshëre, soje apo kokosi. Sot kur shkojmë në supermarket, sektori i qumshtit duket si një laborator shkencor, por pyetja që na mundon të gjithëve është: cili është vërtet më i shëndetshëm? A është qumshi shtazor një armik i fshehur për stomakun ton, apo qumshtet bimore janë thjesht një trend i shtrenjtë i Instagramit? Në këtë video do të bëjmë ndeshjen e shekullit. Qumshti shtazor kundër qumshtit bimor. Do të ndajmë të vërtetat nga mitet. Prandaj bëni subscribe kanalit dhe le t'ja fillojmë. Le ta nisim me klasikun, qumshtin e lopës apo të dhijes. Por sheku i me radhë ky ka qenë burimi kryesor i kalciumit dhe ka një arsye pse. Proteina të kompletuara. Qumshti shtazor ka proteina të cilësisë së lartë që përmbajnë të gjitha aminoacidet që i duhen trupit për muskujt. Kalcium dhe vitamin B12 janë natyralisht aty dhe përthisen shumë lehtë nga trupi ynë. Por ku qëndron problemi? Mbi 65% e popullsisë botërore ka vështirësi në tretjen e laktozës, sheqerit të qumshtit. Plus qumshti shtazor përmban yndyrna të ngopura dhe kolesterol, gjë që për disa njerëz mund të jetë problem për zemrën. Qumshtet bimore, alternativa moderne. Nga ana tjetër kemi qumshtet bimore. Ato janë shpëtim për ata që janë vegan ose intolerant ndaj laktozës. Le t'i shohim tre më kryesoret. Qumshti i bajames ka shumë pak kalori nëse është pa sheqer, por kujdes, ka dhe shumë pak proteina, është pothuajse ujë me shije bajame. Qumshti i tërshërës është i mrekullueshëm për kafe sepse është i kremtë, por ka më shumë karbohidrate dhe mund të rritë sheqerin e gjak më shpejt. Qumshti i sojës. Nga ana ushqyese ky është rivali më i fortë i qumshtit të lopës, ka pothuajse të njëjtën sasi proteine. Shumë qumshte bimore në supermarket kanë sheqer në atë shtuar dhe vajra vegetal për t'i bërë më të shijshëm. Lexoni gjithmonë etiketën. Nëse i vendosim ball për ball, nëse kërkon muskuj dhe ushqim natyral pa pasur probleme me stomakun, qumshti shtazor ose ai pa laktozë fiton. Nëse kërkon tretje të lehtë, më pak kalori dhe kujdesesh për mjedisin apo kafshët, qumshi bimor është fituesi. Përfundimi. Nuk ka një qumësht perfekt për të gjithë. Gjithçka varet nga trupi yt. Nëse ndihesh i fryrë pas një gote qumësht lope, kalote tërshëra ose soja. Nëse nuk ka asnjë problem, qumshti tradicional mbetet një ushqim i fuqishëm. Tani radhën e keni ju në komente. Cilin qumësht përdorni më shpesh në shtëpinë tuaj? Mos harroni të bëni like nëse ju ndihmoi kjo video dhe shihemi në videon e radhës. Shëndet!